Një ngjarje tragjike u shënua në rrugën e Arbërit ku një 39 vjeçar Klodian Kulla humbi jetën pasi u vet holl nga një urë metalike duke dhënë fund jetës së tij. Policia po e trajton ngjarjen si vetvrasje në kushte të rënduara depresioni pasi të dhënat e para të mbledhura në vendngjarje dhe dëshmitë e familjarëve çojnë në këtë pistë. Sipas burimeve hetimore, familjarët kanë treguar se për një periudhë të gjatë njeriu përjetonte situata imagjinare duke menduar se dikush po tentonte ta vriste. Ai ishte trajtuar me psikolog dhe medikamente, ndërsa kohët e fundit familja kishte kërkuar dhe ndihmën e një hoxhe për mbështetje psikologjike dhe shpirtërore. Megjithatë, duket se asnjë nga këto metoda nuk arriti ta stabilizonte gjendjen e tij emocionale. Klodiani frekuentonte shpesh zonën e Tujanit për shëtitje, një rutinë e njohur për të, ndërsa asnjë shenjë konkrete nuk paralajmëroi aktin ekstrem të sëmërkurës. Policia ka kryer të gjitha veprimet e nevojshme hetimore lidhur me mundësinë e ndonjë konflikti, por ka rezultuar se 39 vjeçari nuk kishte probleme me askënd. Uniformat blu po vijojnë verifikimet, ndërsa trupi i pajet është dërguar për ekzaminim të mëtejshëm mjekëligjor.